Toleranca sa më e madhe është, do të thotë ma shumë kërkon ilaç. Për shkak se duhet me përmbush atë zonën e trurit për me funksionu e një. Tash nëse i ndërprejmë me njëherë, me qenë se këto ilaçe janë ta lirojnë anktin, janë substanca kimike të trurit që relaksojnë muskulaturën. Në momentin kur se kemi, çka ndodh, me njëherë fillon me na ushtank muskulatura, me një krampe muskulare, me shkuet deri në epilepsi, nëse ka marrë dozat mëdha dhe ndërpret me njëherë. Për atë shkak do të thotë, kur e shohim një vashmëri të tillë, e cila është e pa korrigjueshme në kuptimin ambulator, ne aty një propozojmë të shtrohen në spital. Për shkak në spital bëhet detox terapia, zavendësimi me ilaçe tjera të cilët e kanë të njëjtin efekt në trum, dhe kështu që brenda 2 javësh pacienti fillon e merr vetin. Mirë, po nuk do të thotë që nuk i ka ilaçet. Nuk i largohet komplet. Jo, për shkak se duhet një periudhë 6 deri në 8 javore, që ai të pastrohet nga ai ilaç i cili ka shkaktuar varfëri.